nuk mund të shkosh me votim fshehtë, ajo është kundër kushtetuese. Kushtetuta nuk ta lejon. Pra thot shumë saktë aty në kushtetutë citohet që nëse të marrim shembull një votim fillon në mënyrë të hapur, ai do të përfundojë në mënyrë të hapur dhe nuk guxon. Nuk e thatë, as në ligj as kushtetuta nuk e thotë. Kush në kushtetutë, në fakt vendimi ka thonë mundeni ose në formë të nuk guxon ndryshimin. Nuk thotë nuk guxon ndryshimin. As në vendim se kam lexuar komplet. Nuk mundesh me gjetë, nuk mundesh këpun me gjetë sakt eksplicit që shkruan as në kushtetutë që nuk guxon më ndryshu. Nuk ndryshohet forma e votimit. Ka bërë gabim ato që ka dërguar kushtetutë të paktën të ketë një interpretim derisa kthehet përgjigja sa ka drejt kolegu kam drejt edhe nëse cilë me interpretu si dojmë, nëse thejtë përgjigja, po në fund ditës çka nëse gjykata konstitucionale është në rregull ose s'është në rregull, çka? Prap veç është bën një zgjidhje e vogël në një procesi, por jo diçka e madhe, sepse neve po na vjen afatet ligjore sa ka drejt me shku me çit 48 orë. Saktësisht aty thuhet që në votim nëse fillon i hapur do të vazhdojë i hapur dhe nëse fillon i mbyllur do të vazhdojë i mbyllur. Një prej pikave ku në referona si gabim nga Aleanca për Arminë e Kosovës. Pastaj të pjesa e zgjedhjeve, unë po besoj edhe i shoh zgjedhjet si vetëm zgjidhje momentale në vend, po na duhet ta dimë që zgjedhjet nuk vijnë pa u konstituu kuvendi. Pra, ç'a do të ndodh tash? A do të jetë PDK-ja ajo që do të lëshoj hapësirën dhe do të dalë në zgjedhje? Apo do të jetë LDK-ja ajo që do të jap hapësirën dhe do të shkojmë zgjedhje. Zogaj në rreshta e përmendi që janë të gatshëm të shkojmë pranë zgjedhje. Në farformë LDK-ja nuk i frikohet zgjedhjeve, po ne kemi LDK-n e cila është rrit vetëm 5% në zgjedhjet e fundit. Pra unë po besoj që me këtë rritje të LDK-s që kishin në këto zgjedhjet e fundit, ata nuk janë të gatshëm për zgjedhje.